jashtëm Ferit Hoxha, ky që gjithmonë njihet si anti-shqiptar në nënshkrimin e detit dhe të varrezave greke, nuk ka bërë asnjë deklaratë. Po qoftë dhe zoti Armando Subashi, sekretari i bashkisë, dhe ka financuar kjo bashki shqiptare 100% se s'ka atje pakica kombëtare greke, duhet reagoj sepse pse është lejuar dhe të parakalohet me aq tendencë, edhe një kokë aty del me deret në kokë me një kapele, thotë greqisht ja arritëm, ja ta kataferame, domethënë ja arritëm qëllimin. Çfarë qëllimi arritët? Që mbas grupit që parakalon të Myzëqesh, të parakaloj grupi i shtetit pavarur të autonomisë së Vorrepirit, kjo është pyetja për këta individ që japin nga një term apo nga një fjalë pasi mbarojnë këta aktivitete, sepse ka qenë dhe një aktivitet ndërkombëtar ballkanik ku përfaqësohet Greqia, ka pas grupin e saj të veçantë, Serbia grupin e saj me flamurin serb, Bullgaria po ashtu, Rumania apo vende të tjera, dhe Shqipëria me grupin e bashkisë së Fier në Taraz, është sponsor. Edhe bile ka qenë me Ajsa kam shtofun, ka qenë duke dhe trupi muzikor i bashkisë që hymnin e këto. Mbas asaj kemi dhe pyetja është ç'është ky grup mbas nesh me një flamur pretendim territorial. Bile, po të kishte njëri të thella grupi i Myzëqes apo i Fierit si është, duhet ta bojkotonte këtë aktivitet dhe jo të gëzonin. Ky është mendimi im, kjo duhet të ishte e vërteta. Zoti Valla, kemi pasur këto ditë edhe 3 zhvillime të tjera. Së pari sot njëherë ishin mediat greke, njëra prej tyre mos gaboj Tuvima, apo Tanea, që kishte bërë një tjetër shkrim për shpimet në detin Jon, për kërkimet pra për hidrokarbure, por edhe zona të tjera duke folur për një bum energjetik grek, ndërkohë që kufiri aty ende nuk është ndarë zyrtarisht. Kemi marrëveshjen që u firmos pak ditë më parë në Tiranë, 6 miliard dollar, tha qeveria shqiptare, por se si kush do e marrë këto 6 miliard, kush përfiton edhe kush do paguaj, ende jemi të paqartë. Ndërkohë që me Italinë kemi pra zyrtarizimin e marrëveshjes për prodhimin e anijeve në Pashaliman, por tani që të vinë italianët në Pashaliman, duhet largohen turqit. Unë pak a shumë nuk marr shumë vesh nga këto marrëveshje nën tokë që nënshkruan në Shqipëri apo zoti Edi Rama. Domethënë çfarë bën me Pashalimanin, tikin turqit, vinë italianët, kjo nuk është gjë e mirë. Aty ka vend edhe për turqit dhe për italianët si dy shtete strategjike dhe dy shtete mike. Ne gjithmonë duhet të jemi. Janë futur 3 shtete në luftë për Pashalimanin tani i bie. Duhet ta qetësoj, domethënë që ne duhet të jemi mirënjohës Italisë, jo vetëm për pranimin e emigrantëve shqiptarë në mënyrë të trajtimit njerëzor, por dhe të operacionit Pelikan të ndihmës ushqimore. Ne nuk duhet ta harrojmë të ndihmë. Duhet ta harrojmë operacionin Pelikan, ne gjithmonë duhet të jemi mirënjohës Italisë, por normal edhe mirënjohje Turqisë, që sa herë që Greqia ka pasur pretendime territoriale ndaj Shqipërisë, si të fundit që ka qenë në 97-ën, ka qenë Çilleri kryeministri e Turqisë, e shtetit madh turk, i tha që ju nëse bëni pretendime për pushtimin e Shqipërisë, ne ju vim në Athinë për 24 orë, ju themi mirëmëngjes. Pra janë dy shtete aleate strategjike me mirënjohje dhe jo pretendime territoriale ndaj Republikës Shqipërisë. Ndërsa Greqia në këtë rast ka pretendime territoriale ndaj Shqipërisë, mban ligjin e lutës ndaj Shqipërisë, pra pretendime territoriale, ligjin e lutës, dhe ka bërë spastrim etnik, siç e përdorin terminologjia e historianëve grek, ata nuk pranojnë gjenocid, po pranojnë spastrim etnik. Dhe unë po i ndihmoj, po spastrim etnik ndaj shqiptarëve të Çamurisë apo shqiptarëve musliman që jetonin me të gjitha të drejtat, me shtetësitë aty dhe me pasuri. Greqia në këtë rast bumi që themi neve, unë nuk e kuptoj rolin e ambasadores së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Athinë, po ajo protokolli i saj diplomatik është i ngushtuar, ajo nuk mund të ketë të drejtë firme dhe të drejtë të pushtetit jashtë Greqisë, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një ambasadë në Tiranë dhe ato shumë mirë mund ta kryej misionin diplomatik dhe e kryen shumë mirë misionin diplomatik Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ndërsa ajo vjen aty edhe pse përfolet jo nga unë, përsëri e them në mediat greke që i dashuri i saj është ky biznesmeni greko-amerikana, i pastëra që bën këto financimet e shkruajnë mediat greke, jo njëherë, po disa media greke, edhe pse ajo është punë private e saj, por duke shikuar që shpeshherë vjen